Përshëndetje gjithë ju të shenjës së binjakëve. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot, sot do bëjmë parashikimin e muajit qershor për shenjën tuaj. Ju uroj një muaj sa më të mbar, por dhe gëzuar ditëlindjen të gjithë ju të shenjës së binjakëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e javës, videot e muajit, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Ju ftoj të ndiqni dhe shenjën tuaj ascendente. Atëherë, ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin e tyre në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Atëherë do fillojmë në lidhje me shenjën tuaj. Dhe keni të bëni me energjitë shenjave të ajrit që jeni ju vetë, është energjia juaj, energjitë shenjës së demit dhe energjitë shenjave të tokës. Në fillim të javës parë ju shoh shumë të nxituar. Edhe pse jeni në muajin tuaj, është një muaj shumë i mirë, por ju shoh që mund të jeni pak nervoz, pak të nxituar në lidhje me një dashuri, dëshironi të keni sa më shpejt një takim me këtë person dhe shoh që ndjeni shumë të sigurt në lidhje me këtë person. Keni vetbesim, ndjeni të sigurt në veten tuaj dhe dëshironi që t'i bëni gjërat shpejt. Për pjesën tjetër mund të tregoni të nxituar, mund të thoni dhe fjalë që nuk duhet i thoni në lidhje me një dashuri, për ta finalizuar atë. Ndoshta për ta çuar edhe më tej. Nëse jeni në një njohje ta çoni përpara, nëse jeni në një lidhje, ta finalizoni atë me një fejesë ose martesë. Dhe ju shoh shumë të sigurt dhe me vetbesim në lidhje me këtë gjë. Ndërsa për pjesën tjetër, shoh që mund të keni çështje dhe situata të ndryshme që mund të kenë të bëjnë me dokumenta, mund të kenë të bëjnë me fatura të ndryshme, mund të kenë të bëjnë me edhe me një udhtim për pjesën tjetër, me bashkëpunime ose kontrata të ndryshme. Gjithsesi, për disa prej jush, mund të ketë lidhje me anën ekonomike, mund të ketë në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme, që mund të kenë lidhje me familjen, me shtëpinë, me motrat, me vëllezërit. Gjithsesi, është vetëm fillimi i javës së parë, thjesht tregoni mos u tregoni kaq të nxituar në lidhje, sepse ju shoh edhe pak nervoz në fillim të javës. Ndërsa në mesin e javës shoh që ju do jeni të mbështetur nga energji më të larta për të arritur atë suksesin dhe fitoren që ju dëshironi në lidhje me një dashuri, sepse ju shoh shumë të sigurt, në lidhje me kontrata të rëndësishme që mund të keni, mund të jetë një sukses te vendi punës, një partneritet, një bashkëpunim, por gjithsesi shoh që do keni kontrata të rëndësishme, mund të jenë kontrata martesore, mund të jenë diçka në lidhje me një udhtim të gjatë që dëshironi të shkoni jashtë shtetit, dhe në fund të javës shoh që merrni një shumë të konsiderueshme parash, që ju jep pak stabilitet, ju bën që ju të ndiheni më të sigurt edhe nga ana ekonomike. Është një javë fantastike dhe vazhdojmë në lidhje me javën e dytë. Atëherë në javën e dytë kemi të bëjmë me energjitë shenjave të tokës. Energjitë shenjave të tokës përsëri dhe energjinë e shenjës së gafores. Gjithsesi në fillim të javës, si shoh duke menduar, dëshironi të investoni në lidhje me një dashuri, me një person, të investoni përsëri te ky person, ndoshta për ta çuar para një njohje ose lidhje, ose një person i ri. Por në mes të javës ju shoh ndiheni të pak kënaqur, ndiheni të pavlerësuar, mendoni që keni dhënë shumë në lidhje me një dashuri, me një njohje, me lidhje që mund të keni, ose është edhe një situatë që ju dëshironi të ndryshoni diçka, por ndiheni të pasigurt, keni frikra emocionale brenda vetes në lidhje me dashurinë. Një pjesë prej jush mund të kenë prapaskena, por shoh që jeni duke menduar dhe për të investuar në lidhje me shtëpinë, me familjen, ndoshta për të bërë ndryshime aty, keni dhënë shumë ose ju dëshironi të investoni, ose mund të keni dhe ide të ndryshme gjatë mesit të javës, por kjo gjë sigur ju frikson pak.
Edhe pse është një muaj shumë i mirë, ka dhe ato për ju, sepse jeni në muajin tuaj, por gjithsesi do ketë edhe disa situata të vështira, por këto vështirësi ju çojnë drejt fitores, drejt suksesit, edhe pse do t'i keni. Shof paqartësi, frikra emocionale, pasigurit dhe nga ana ekonomike, nga ana financiare. Ju dëshironi ndoshta të bëni dhe një punë të dytë ose të shtoni të ardhurat tuaja në lidhje me një partneritet, me një biznes, me një bashkëpunim. Dhe shoh që do investoni shumë aty, por ndërkohë do keni dhe ide të reja, dhe këto ide të reja do t'ju bëjnë që ju të futeni pak në frikra brenda vetes. Nëse është ideja e dur për të bërë gjërat e dura ose jo. Kjo ka lidhje dhe në lidhje me shtëpinë, me familjen, në lidhje me punën tuaj, ose edhe në çështje me situata të ndryshme që mund të keni ju, në lidhje me martesën, në lidhje me, edhe pse shoh që ndiheni shumë të sigurt, edhe në lidhje me martesën, edhe pse do thoni disa fjalë që nuk duhet i thoni, do t'rregoni pak të nxituar ose mund të nervozoheni në lidhje me çështje që mund të kenë lidhje me familjen, me marrëdhënien tuaj ose edhe me çështje dhe situata të ndryshme. Dhe shohim javën e tretë. Atëherë në javën e tretë jemi te energjia e magjistarit, shoh që i keni gjitha mundësitë, këtu kemi të gjitha energjitë e shenjave të horoskopit. Këtu jemi te energjia e ujit dhe energjia e zjarit, e shenjave të zjarit. Shoh që i keni të gjitha mundësitë. Ju keni manifestuar në lidhje me realizimin e një dashurie dhe ju do ta realizoni në lidhje me një takim në fillim të javës tretë dhe ju e realizoni. Është një person që ka shumë emocione në lidhje me ju. Do haseni me pengesa në lidhje me këtë person, por ju përsëri do luftoni në lidhje me një dashuri. Ndërsa për pjesën tjetër ka lidhje me marrëdhëniet, me shtëpinë, me familjen, ku ju realizoni diçka, ndiheni shumë entuziast, dëshironi t'i lini mbrapa vështirësitë që keni kaluar dhe të ecni përpara. Për pjesën tjetër mund të jetë një periudhë talentesh, ku ju shfaqni ato talentet tuaja, ose do keni një energji pozitive, sepse ju keni manifestuar, do jeni më të motivuar, do keni më shumë emocione, do përdorni më shumë logjikën në rastin tjetër, por edhe pasionin në lidhje me këtë dashuri, por edhe me çështje dhe situata të ndryshme. Por në fund javës shoh që aty përballeni, keni një sër pengesash, por ju ja dilni me sukses. E rëndësishme është që ju jeni shumë luftarak dhe ju do t'ja dilni në lidhje me një person që do ka ndjenja në lidhje me ju dhe ju dëshironi të mbyllni diçka në një rast, në lidhje me fëmijët tuaj, ku shoh që ju keni manifestuar në lidhje me fëmijët dhe aty shoh që do keni disa pengesa, por përsëri do t'ja dilni me sukses në fund të javës së tretë. Por kjo ka vlerë dhe në lidhje me punën tuaj, ku merrni një lajm të mirë, do keni një ofertë pune, një ofertë në lidhje me bashkëpunime, partneritete të ndryshme, edhe pse aty do ketë disa pengesa, por e rëndësishme është që ju ja dilni me sukses në çfarë do lloj situate që ju do ndodheni. Ne vazhdojmë në lidhje me javën e katërt. Atëherë në javën e katërt keni të bëni me energji të shenjave të ujit, energji të shenjave të ujit përsëri dhe energjinë e shenjës së ujorit. Atëherë në fillim të javës katërt shoh që ju largoheni nga gjëra që nuk ju shërbejnë më, që ju shterojnë. Largoheni dhe ka lidhje me anën emocionale, ndoshta nga një njohje që vërtet ju ka shteruar, nga një lidhje ose nga një marrëdhënie, nga çështje ose situata të ndryshme që mund të kenë të bëjnë në lidhje me familjen, në lidhje me shtëpinë, me fëmijët tuaj. Është diçka që ju ka lodhur dhe unë shoh që merrni një drejtim më të mirë për vete. Dhe bëni fillime të reja, sepse kemi dhe hënën e re këtu. Gjithsesi, kjo ka vlerë dhe në lidhje me punën, por dhe nga ana ekonomike. Çfarë do lloj çështje dhe situate që të keni, është një fillim jave ku ju çliroheni, lini mbrapa gjithçka për të marrë një drejtim më të mirë për vete, dhe unë shoh që gjithçka në momentin që largoheni, unë shoh që ju çdo gjë do jetë shumë e bukur për ju. Dhe ju shoh në mesin e javës shumë emocional, do ndjeni shumë mirë. Mund të jetë dhe një punë që ju ka shteruar, mund të jetë një partneritet, një biznes, mund të ketë lidhje me shoqërinë tuaj, me grupe njerëzish,
Gjithsesi, unë shoh që merrni një drejtim më të mirë për vete, çlirojeni një shërim, do ndjeni shumë mirë, shumë më të gëzuar, shumë entuziast, do keni lajme të mira, por gjitha këto do ndodhin mbasi ju të largoheni nga çështjet dhe situata që ju kanë lodhur, ju kanë stresuar, ju kanë shteruar nga ana emocionale. Dhe në fund të javës shoh realizim. Ju keni manifestuar për të realizuar diçka, për të realizuar një njohje të re. Dhe ju futeni në këtë njohje, ndjeni entuziazm, mund takoni një person, ky person mund të jetë një lidhje familjare për disa prej jush, mund të keni një marrëdhënie më të mirë me motrat, me vëllezërit, me familjen tuaj. Dhe në fund të javës shoh realizime në lidhje me gjithçka. Për pjesën tjetër, mund të merrni një drejtim më të mirë në lidhje me një punë. Mund të jenë dhe fëmijët tuaj që marrin një drejtim më të mirë, sepse ka lidhje shumë dhe me familjen këtu. Ndoshta ju do t'i mbështesni shumë fëmijët tuaj nga ana emocionale për të lënë diçka mbrapa që ndoshta i ka shteruar. Dhe unë shoh që ju arrini të realizoni gjërat që dëshironi. Për pjesën tjetër, mund të ketë lidhje me një punë ku merrni lajme të mira, familja do t'ju mbështesi, ose në lidhje me një partneritet, me një bashkëpunim, në lidhje me një udhtim për pjesën tjetër, dhe unë shoh realizime në fund të muajit. Ju do arrini në fund të muajit të realizoni dhe kemi 2 herë këtë energji që ju keni manifestuar për të realizuar gjërat që dëshironi. Dhe ka ardhur momenti që gjatë këtij muajit është muaji juaj, ju jeni të mbështetur nga energji më të larta, do ndjeni më të sigurt, edhe pse do futeni përsëri në disa paqartësi dhe pasiguri, por ju keni manifestuar në lidhje me realizimet që ju doni të keni gjatë këtij muaji. Dhe ju shoh të realizuar. Ju arrini të çliroheni nga çështjet dhe situata të ndryshme, të ndjeni gëzimin dhe buzëqeshjen, por dhe të realizoni vërtet gjërat që ju keni manifestuar. Nëse keni manifestuar në lidhje me një dashuri, atëherë është muaji juaj për të futur në një njohje të re, për të finalizuar njohjet dhe lidhjet tuaja, thjesht mos u tregoni të nxituar. Nëse ju keni manifestuar në lidhje me një udhtim, në lidhje me çështje, në lidhje me studime, në lidhje me dokumenta të ndryshme, në lidhje me partneritete, me bashkëpunime të ndryshme, thjesht java e dytë në mes dhe në fund të javës është pak e vështirë për ju, kurse pjesa tjetër është një pjesë e muajit është më e mirë për të gjithë ju. Atëherë marrim një mesazh nga angjëllit dhe shohim se çfarë mesazhi ju japin për muajin qershor. Atëherë kemi numër 20 që tregon mbyllje dhe fillime të reja. Dhe ju thotë që ju jeni gati për të bërë një fillim të ri, jeni gati për të hyrë në një njohje të re, jeni gati të bëheni prindër për gjithë ata që duan të bëhen, jeni gati për të qenë dhe për të argëtuar dhe për të qenë më mirë me familjen tuaj, ose jeni gati për të bërë një fillim të ri, një punë të re, për të marrë një drejtim më të mirë për vete. Ju jeni gati për të realizuar për çfarë do lloj gjëje që ju keni manifestuar, si në lidhje me shtëpinë, me familjen, me punën, nga ana ekonomike, dhe ka ardhur koha që të lëvizni drejt gjërave të reja, drejt fillimeve të reja. Fillimi një dashurie të re, fillimi një pune të re, një udhtim i ri, një fillim i ri ekonomik, një fillim i ri në lidhje me studimet, në lidhje me dokumenta të ndryshme. Është një muaj fantastik, jeni të mbështetur nga angjëjt, thjesht ju do realizoni gjërat që keni manifestuar, sepse jeni të mbështetur nga energji më të larta. Atëherë kjo ishte për ju, ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Por ftoj dhe njerë gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin e këtyre në këtë kanal, të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Atëherë, ju uroj një muaj sa më të mbarë, përsëri gëzuar ditëlindjen të gjithë ju, dhe një mbazite sa më të këndshme. Dëgjojmë në videot e radhës.